A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahun e falenderojmë, paqja qoftë mbi dërguarin e tij të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin këtë udhë të bekuar, na bëf Zoti dhe neve për tyra, amin. Bëju mirë prindërve të tu, sepse ata pra u kujdesen për ty, kur ti pra kishe nevojë, gjithmonë i kishe pranë vetes. Allah i madhreshëm thot në Kur'anin e tij famlar, Bismillahirrahmanirrahim, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْحًا وَوَضَعَتْهُ كُرْحًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولادي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Ne e urdhnum njeriun të bëj mirë prindërve të vet, nga se nëna e vet me mundim, me barti dhe me vështirësi e lindi. E bartja e tij dhe gjithënia e tij zgjat 30 muaj e ai vazhdon të jetojë derisa të arrijë pjekurinë e vet. Dhe kur ti mbush 40 vjet, ai thot: Zoti im, më inspiro mua që të falenderoj për të mirën tënde që më adhurove mua dhe prindërve të mi. Që të bëj vepra të mira që i pëlqen ti dhe mi bën të mirë pasardhësit e mi, unë pendohem te ti dhe unë jam me muslimanët. Zoti i Madhreshëm than Kur'an, po ashtu, o abdullah, pra adhurën e Zotin e Madhreshëm, o bil walidayni ihsana, dhe silluni me bamirësi ndaj prindërve tuaj. Prandaj bëju mirë prindërve tuaj, sepse pra siç e përshkruan edhe Zoti i Madhreshëm, prindi pra nëna të bart në barkun e saj dhe rrezikoi jetën e saj që ti të lindje dhe të vije në këtë botë. Dhe u kujdes për ushqimin, u kujdes për mbarvajtjen, për shëndetin, për gjumin, u kujdes për gjithçka që ti të forcoheshe dhe të rriteshe, pastaj të edukoheshe, të shkolloheshe dhe të ndjekësh hapat e parë të arsimit, edukimit, që nga vegjelia e deri në rini. Nëna dhe babai janë dy bereqete të mëdha, bekime të mëdha nga ana e Allahut të Madhreshëm. Dhe nëse ne duam sukses në jetën tonë, nëse ne duam përparim në jetën tonë, nëse duam që të jemi të lartësuar në këtë botë dhe në botën tjetër, pra fill mas besimit në Zotin e Madhërisëm është respekti i nënës dhe babait. Treguohet në historinë e Islamit që ka qenë një ashab Alqame, ka pas emrin ai Alqame, dhe thuhet se Alqame pra e kishte hidhruar nënën e tij dhe i kishte ardhur hesapi puna, pra ishte në luftra, koha, momenti kishte ardhur për të ndruar jetë dhe nuk po mujke me dhon jetë Alqame për shkak se nuk mujke me thonë pra as shahadetin dhe me ndru jetë, nuk mujke me thonë shahadetin për shkak se kishte hidhruar nënën. Derisa nëna vetë ja bani halal, ai e tha shahadetin. Prandaj gëzimi i prindërve është gëzimi jot. Hidhrimi i prindërve është hidhrimi jot. Nëna të barti mund pas mundi erdhi pra një njeri të i dashtën i ynë Muhammed a.s. dhe i tha, kush meriton mas shumë të respektin ndaj prindërve, ja Resulullah, i tha, nëna jote, pastaj të tretën herë për me ja vendos kapakun gjithë kësaj çështje, i tha baba jot. Sepse babaja është shtylla e shtëpisë, kurse nëna është ngrohtësia dhe mirësia e shtëpisë. Ata prindër që kujdesen për ne, që ne pra të arrijmë suksesin në jetën tonë. Dhe sigurisht pra ti bësh mirë prindërve të tu, Allahu do të jap
e ti do të kënaqesh. Ka shumë njerëz që kërkojnë që të bëhen të rriten, të bëhen akademik, të bëhen shkencëtar, të bëhen njerëz të suksesshëm, e udhtojnë në për qyshet cepat e botës së dunjas për më arrit sukses, mirë po nuk e dinë se suksesi më i madh është të qëndrosh pranë nënës dhe pranë babait. Të qëndrosh qoftë dhe me fjalë të ngrohta. Nuk mjafton që vetëm t'ju japësh dhuratë ose ndonjë ushqim të mirë ose t'ja mundësosh një shëtitje, por edhe me fjalë të ngrohta, me fjalë shpirtënore, me fjalë që i qetëson shpirtërisht dhe mendrisht, por edhe me suksesin tënd, sepse ata i gëzohen suksesit tënd si fëmijë, kur të shohin se ti je rritur dhe po arrin sukses, ata ndihen krenar me ty si fëmija i tyre. Prandaj, kemi rastin edhe të Muhammed Mutawil al-Sharavit, një dietar në Egjipt, i cili kishte shku një konferencë shkencore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kishte marrë me veten nënën e tij. Ai dietari ishte rreth moshës 60, nëna ishte diku 85 vjeçare dhe kishte përkrahu, e kishte marrë edhe kur ateron aeroplani, zbresin në aeroport, dalin ato gratë sepse kishte për me fol për drejtat e grave dhe barazin gjinore, dhe të drejtat që i gëzon femra sipas Kuranit, ku është një sure, surja Nisa, edhe një sure, surja Mejrem, që flet për femrën, flet pra për nderimin, respektimin që duhet bërë femrës, dhe aty ai dietari zbret dhe ekipi udhëhec si negociatori, një ndër ato gratë që kishin ardhur aty dhe e shohin këtë dietarin që ishte krah për krah me një të moshuar. Dhe i thanë, kush është kjo plaka këtu? Thanë, kjo nuk është plak. Ai kishte marrë një mindil e i fshinte pak gojen, e kujdeseshte për nënën e vet, se i kishte bërë 85 vjet dhe ishte e moshuar, e mbante për krahu. Dhe i thanë, kush është kjo plak? Tha, përsëri tha, kjo nuk është plak, tha, po kjo është një zonjë, kjo është nëna ime. Dhe ato gratë që ishin pjesëmarrëse aty, i thanë, na mjafton kjo vepër, ky veprim që ju jeni duke bërë karshi nënës suaj, sa po t'i mbaj edhe ku me ditë se sa ligjërata dhe seminare për na tregu për vlerën e femrës, rolin e nënës, pra nuk mjafton sa na ka mjaftu prap vetë prezenca dhe sjellja jote që ti e bën ndaj prindit nënës tënde. Dhe pastaj i tha, ne në vendet e zhvilluara prindrit toni braktisim. Pe tyre ka që i lëm në për bujtina, në për vende ku kujdesen njerëzit që merren me kujdesin shëndetësor, si thonë dome ose vende ku strehimore për të moshuarit. Dhe pra ka pe tyre thot që kanë harruar kur e kanë vizituar nënën e vet ose babain e vet. Dhe ju shikoni pra çfarë moshe ka prindi dhe i qëndroni gjithmonë pranë. Dhe ky dietari pra i tregoi, pra Muhammed Mutawil al-Sharawi tregoi se Islami dhe Kurani na mëson me qëndru pranë prindërve dhe mos më thon aty na as uf as of, siç thot Zoti në Kur'an, po në shenjë respekti me shtri dorën ndaj tyre dhe mu lut për ta, o Allah mëshiroj ata në moshën e thyrë pleqërisë, sikurse më mëshiruan dhe u kujdesen për mua kur unë isha i vogël. Historia islame na ka tregue, na ka shpjegue se jeta është ndërtuar nga familja, pra nga nëna dhe babaj, siç ishte Hava dhe Ademi, alayhis salam, pra Hava dhe Ademi, pastaj lindën pra bitë e Ademit dhe bijat e Ademit dhe Nuhut e kështu me radhë, pra u zhvillue, u popullue njerëzimi. Mirë po kjo familje pra e populloi pra dhe zhvilloi njerëzimin dhe nga një nën dhe baba pra
erdhëm edhe ne. Kështu që kjo është mirësia dhe begatia e Zotit, që kur ruhet nderi dhe familja dhe emësia dhe atësia, atëherë njerëzimi zhvillohet. Prandaj dhe pejgamberi alayhis salam tha edukohet fëmia 20 vjet përpara se të lindë. Për shkak se duhet të zgjedhësh me kë po martohesh, pra qoftë femra dhe mashkulli, dhe me kë po formon familje. Prandaj duhet të punojmë shumë për edukimin e brezit të ri, edhe të rinjve, po edhe të vegjëlve, që të kemi breza të shëndosh, që të formuan familje të shëndosha dhe të përparojmë si vend. Prandaj edukimi qysh në vezli, kujdesi që ata të jenë të ndershëm, të jenë të moralshëm, të jenë të drejtë, të jenë të sinqert, pra sjell sukses në shoqërinë tonë. Prandaj bëju mirë prindërve të tu, ashtu siç të kanë bërë mirë ty ata kur ti ishe i pafuqishëm, ishe bebe, nuk ke pas mundësi, pra ti s'ke ditë as me hec, as me fol. Dhe me lejen e Zotit ata të kanë edukuar dhe të kanë mësuar, mu shpreh, të kanë ushqyer dhe i forcu dhe i ngrit dhe ke përparu. Bëju mirë prindërve të tu, nëse don Allahu me ta shtu bereqetin. Bëju mirë prindërve të tu, nëse don që Allahu me të dhon pasuri. Bëju mirë prindërve të tu, nëse don Allahu me t'i dhon krejt çka ta do zemrën, këtë dunjë dhe në botën tjetër. Bëju mirë prindërve të tu, sepse do e shohësh rezultatin jashtëzakonisht të madh. Mos ja u kthesh shpinën prindërve të tu. Mos ja kthesh shpinën nënës tënde dhe babait tënd. Përqafoj ata, ndihmoj atyre, qëndroju pranë tyre. Dhe Zoti do të shpërblen në këtë botë dhe në botën tjetër. Mos harro se një ditë dhe ti do të bësh nën, do të bësh baba, dhe fëmijët e tu do ta kthejnë shpinën, ashtu siç ti ja u ke kthyer shpinën prindërve të tu. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. E kush ka bani një të mirë që peshon sa grimca, atë do ta gjej, e kush ka bani të keqe që peshon sa grimca, atë do ta gjej. Andaj bëju mirë prindërve të tu, se aty sadakaja, mirësia ka vlerë pafund. Nuk mund të vendoset një përcaktim numerik ose ndonjë shifër numerike sa ka shpërblim kujdesi ndaj nënës dhe babait. Allahu i shpërbleft dhe shihemi në takimin tonë të radhës. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.